është trok politik, nuk është zgjidhje, është tentim për të mbuluar dështimin. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen sa më parë, e ftojmë presidentën Osmani që të mos zvarës. Afatet, kjo seancë që do të mbahet pas pak minutash, është farsë, është trok politik, nuk është zgjidhje, është tentim për të mbuluar dështimin. Ajo që po shohim sot është e dukshme. Kur vjen puna për të formuar institucionet e për të kryer punë, kemi zvarritje, pasiguri dhe manipulim afatesh nga lëvizja vetëvendosje. Kur vjen puna për t'i ikur përgjegjësisë, nxitim i çuditshëm, madje, duke shkelur rendin kushtetues. Dua të jemi qartë. PDK nuk do të jetë pjesë e një seance të paligjshme. Nuk do të bëhemi fasad për mbulimin e dështimeve. Thirrjet për të shkelur ligjin dhe kushtetutën nuk janë zgjidhje. As për vendin, as për kuvendin, as për demokracinë. Ato janë derë e hapur për kaos. Janë precedent të rrezikshëm që dëmtojnë themelet e shtetit ligjor. PDK nuk do të bëhet pjesë e kësaj rruge. Nuk kemi votë për Kurtin 3, as për zotin Konjufca. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen sa më parë, e ftojmë presidentën Osmani që të mos zvarës. Afatet, qytetarët kanë nevojë për institucione, qytetarët kanë nevojë për stabilitet, përgjegjësi edhe parashikueshmëri. Ministri në ikje ka mundësi ligjore që të bëjë një gjë të tillë përmes rezervave shtetërore. Është vepruar edhe më herët. Çfarë po bën kjo kost politikanësh është shantazh publik.